Një operacion i mirë organizuar i policisë së Tiranës ka zbuluar një nga bazat më të mëdha të armëve të zbuluara kohët e fundit në vend. Gjatë ndërhyrjes forcat e rendit arrestuan në flagrancë një 34 vjeçar, ndërsa 2 persona të tjerë që dyshohet se janë të përfshirë në këtë rrjet u shpallën në kërkim. Kontrolli i detajuar i ushtruar në furgonin e të arrestuarit zbuloi një arsenal të plotë armësh që përfshinte 23 armë zjarri, mes tyre 12 pistoleta, 6 automatik dhe 5 armë të ngjashme me snajper, si dhe një silenciator. Policia gjeti gjithashtu 17 krëra, rreth 15.000 fishek, pjesë të ndryshme armësh dhe 17 kuti me pranga të ngjashme me ato që përdor policia. Përveç armëve dhe municioneve, në furgon u gjetën 12 celular, pajisje të sofistikuara për shpërthime në distancë, pajisje gjurmuese dhe bllokuese valësh, një aparat për numërimin e kartmonellave, si dhe 3 komplete uniformash policie që ngrenë dyshime për përdorimin e tyre në operacione të maskuara. Sipas burimeve hetimore, dyshohet se ky arsenal ishte i destinuar për furnizimin e grupeve kriminale që operojnë në territorin shqiptar dhe në vende të fqinj. Pista e parë e hetimit ishte ajo e trafikimit të armëve dhe pajisjeve të ndaluara, ndërsa grupi hetimor po punon për identifikimin e të gjithë personave të përfshirë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, në kuadër të veprimeve penale, trafikimi i armëve dhe municionit dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Burimet nga policia theksojnë se hetimet po vijojnë me intensitet, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që rrjeti të ketë lidhje me struktura të tjera të kriminalitetit të organizuar që veprojnë në rajon.